është krijuar kjo bindja që do vinë Amerikanët do na shpëtojnë. Tani, unë jam koshient për nivelin tuaj intelektual, edhe nuk kam për të abu kurse si një pyetje që a mendon dhe ti se do vinë na shpëtojnë Amerikanët. Por, unë do doja nga juve të na shpjegosh me moll, me pika për qytetarët që na ndjekin, sa e pamundur është që një shtet të ndërhyjë në sovranitetin e brendshëm të një shteti tjetër për të vendosur drejtsinë politike të pamunguar ose të vetë legjitimuar nga vetë populli. Shiko, e para dhe mbi të gjitha, domethënë minjoja shqiptare para Amerikën është e brendshme të gjithë popullit, sepse ka vendosur, si thua, gurët kilometrik të krijimit të shtetit shqiptar, edhe të Kosovës si pjesë e kombit shqiptar, por edhe antarësimin në NATO, pra ishte gjatë kohës SPD-s, dhe njëkohësisht për mua, nga studime geopolitike, geostrategjike, dashuria e madhe përveç kësaj vjen dhe nga përputhja e interesave gjeostrategjike. Shpërbërja e Jugosllavisë u bë që të mos kishte dalje në det të rusëve. Dhe ne, për fat mirë na përputhet, se mund mos përputheshin. Por sido që tjetë, një faktor i jashtëm mund të ndihmojë në zgjidhjen e një krize, por nuk mund të krijojë ty premisat që ti të konsolidohesh si shtet dhe të përballesh me të ardhmen tënde. Bile unë jam edhe kundra shqiptare pa fund që vinë në Shqipëri të huaj, sepse po nuk u rrit ekspertiza shqiptare, nga shqiptarët brenda dhe jashtë Shqipërisë. Po se do mbërri realitetin më mirë se sa një vendas. Patjetër. Edhe se njeh edhe nuk i dhimbset më shumë. Po, edhe nuk i dhimbset më shumë. Kështu që në këtë aspekt unë nuk mendoj. Unë kam mbetur i mahnitur nga fjalimi i Hillary Clinton në parlamentin shqiptar kur tha unë jam këtu për 100 vjetorin tuaj, Amerika është me ju edhe për 100 vjet tjera dhe për 100 vjet tjera. Domethënë përputhen interesat gjeostrategjike dhe patjetër që Amerika do të jetë partner strategjik i Shqipërisë i përhershëm, por unë them që Amerika nuk është xheloze nëse Shqipëria avancon në Bashkimin Evropian. Bile e kërkon sepse i shkurtohen edhe shpenzimet dhe shkurton shpenzime, kështu që mirë, po gjetja e këtij ekuilibri, bëhet partner më strategjik. Që ti bësh karshillok Amerikës, që shiko, po deshet juve se ne jemi pikë mjalti që na synon Kina. Po, dhe kjo perla tjetër pastaj. Kjo perla tjetër. Unë kam një pyetje, ka qenë kaq i fortë ndikimi amerikan në kohën kur ju keni qeverisur dhe keni qenë në qeverisje? Shiko, ishin situata tjera, po them një gjë për këtë që më pyeti Shpendi. Ambasadori amerikane, me që ne kishim kontakte më të shpeshta si Ministri e Financës, në kulmin e protestave shqiptarëve që bënin thirrje që Amerika ta merrte dhe ta hiqte Berishën nga Shqipëria, kërkoj një takim e më tha Arben, fol me kolegët e tu, Amerika nuk ka ndërmend të krijojë një qeveri tjetër në mërgim. Mundeni me vot, po deshet, po mos prisin që ta rrëmbejmë ne dhe ta heqim. Janë të qarta ata në atë. Sot beson tek qeveria teknike që mund të vendosen ndërkombëtare? Zakonisht ata vendosin në kuptimin e mirë sepse Shqipëria është vendi më stabil në Ballkan. Ka avantazhe të mira. Ballkani vetë zihen. Po. Dhe ata me probleme etnike, Kosova po ashtu. Edhe fetare dhe etnike, nacionalizëm i smur, vetëm Shqipëria si ka këto smundje. Po nuk janë merite asnjë qeverie. Janë merite popullit. Pra ti si merr do të me vete këto. Je sot kryeministër, thonë unë do iki, po unë do i marr këto 3 avantazhe se janë mijat. Jo. Janë avantazhe historike të kombit shqiptar. Kështu që në momente ky që ndërhyn, patjetër që ndërhyn. Kështu kur ndodhi kriza e 98-s që ra qeveria Nano, ne diskutuam për cilat do ishin hapat e tjera. Ka shkojtur edhe presidenti Meta, po unë mbaj mend një moment që Nano me drejtën e tij zhgënjye, sepse ishin bashkëpunëtor shumë i mirë. Erdhi dhe kur u mblodhëm atje tha, shiko, tha, kjo që ndodhi, tha, unë do jap dorëheqjen, tha. Megjithëse presidenti Mejdani i kërkoi rri, por tha ambasadori Alino më tha që një kandidat i mirë mund të jetë Meta. Dhe ai kishte unë nuk i marr vendimet, unë i merr kryesia dhe përfundimisht bëj një luftë e brendshme në PS dhe fitoi Majko. Do të thënë ata rekomandojnë, po nuk imponojnë. Po, bë kryeministër. Kështu që mos prisni imponim për caktojnë. Kush bënte luftë në brenda PS-s? Po, gjithmonë sipas Kolit, armiqt më të vështirë janë armiqt brenda partisë. Jo vetëm Kolit, edhe Churchillit. Po, ne kemi haruar si ves, vazhdojmë akoma, po. Unë i kam ndjesh shumë keq. Akuza më të mërshme që më është bërë mua, që më është dridhur trupi, ishte kur
një televizion privat shqiptar, në mëngjes me të mëdha shkruante që media greke akuzon Ministrin e Shëndetësisë dhe Ministrin e Financave Malaj për trafik organesh. Deri këtu kanë shkuar? E rëndë shumë e rëndë. Dhe gazetarët e këtij televizioni bënin pushime të subvencionuara, të sponsorizuara në Korfuz. E ke arritur ta zbulosh kush ka qenë patjetër. Sepse gazeta ishte një gazetë shumë e vogël e një fshati në Janin që ne e gjetëm, çova vëllezër të këta me gjithë dokumentat, me proces verbalet. Dhe ishte, ai që ka bërë ta ka qenë i zgjuar, se çfarë do bësh gazetë, do ta falimentosh ta kjo gazetë fshati është. Po televizioni, një gazetë fshati periferik, thoshte media greke, se këtu ishte loja. Një çorb, po për të Dhe dyta më e vështira ka qenë akuza e të fallit në politik, kur ndodhi tragedia në minierën e Selenicës, vdiqën 2-3 minatorë dhe disa u plagosën, ndorën një mbështetës të PD-s dhe ai tha ne jemi skllëvrit e Ben Malajt. Ne jemi skllëvrit e Ben Malajt. Po, unë s'kisha asnjë punë. Kjo ishte kryetare e kuvendit, bëna gjysmë ore nga shërbimi sekret dhe mund të bënte skanin e gjithçka e lidhej me atë. Se koha është Po jo, shiko, për të treguar dhe për të vendosur sa gjëra jo, po unë kisha familje, unë kisha prindër, unë kisha këto e kanë. Dhe s'ka kërkuar asnjëherë falje publike, ëh? Asnjëherë. Po se kërkojnë shqiptarët, nuk e se kërkojnë gjë falje, nuk e kanë atë idenë e faljes. Më gërvishte diçka, domethënë kur the 98-ën. Ne kemi shumë të lidhur këtë periudhë me firmat piramidale. Po. Ju keni qenë njëri që domethënë studionit paran, le ta themi, ose e drejtonit paran. Ka diçka për të thënë për firmat piramidale në Shqipëri, zoti Malaj? Është libri i dytë si detyrim, sepse ka shkruar akoma një shqiptar. Po, po ta them këtu. Domethënë, Berisha e mohon që nuk i njihnim skemat piramidale. Unë nga dokumentat e deklasifikuar të Parlamentit të Shtetit kam gjetur një email të ambasadës në Shqipëri që lajmëronte gjithë ambasadorët e tjerë në Ballkan që qeveria shqiptare nuk dëgjon për atë që ne i themi. Dhe e dyta, guvernatori i Bankës Shqipërisë, që ka qenë shoku im i shkollës, Kristaq Luniku, i ka bërë shkresa në 96-ën duke thënë bazuar dhe në shkresat e mëparshme. Që ka pas një korrespondencë. E ka ditur. Po çfarë ka ndodhur? Ka qenë fatkeqësi dhe kjo është teza që duhet mbrojë libër, sepse unë nuk do bëj gjykime penale, nuk do bëj gjykime morale, ato janë individuale. Po nuk ka fat më të keq kur ciklet e skemave piramidale mbivendosen me ciklet elektorale. Ju keni parasysh në 96-ta ishin zgjedhjet. Dhe këta i toleruan me idenë që do fitojmë zgjedhjet, do t'i menaxhojmë. Po ato në teori janë si orteku. Si vrimë zez. Jo, ato nisin si ngongël e vogël dhe shkatrojnë çdo gjë. Ose një nga teoritë financiare që unë kam shkruar në disertacion se më akuzonin për piramidat, është që borxhi si dinamiti, sa më shumë rritet aq më shumë dëmton kur plas. Ka pas akuza për ty? Akuza popullore ka sa duash. Akuza për piramidat. Akuza penale mos. Ndaj për piramidat, ndaj Koçokogdima deshte licencë të mblidhte gjithë bonot e privatizimit në Shqipëri që ti përdoret si presion nga çdo qeverie. Po mirë, kjo pyetje. Biznesmeni. Kjo pyetje edhe më tha, o ma jep, po unë të rrëzoj. Ish deputetet e biznesmen. Që do pleqërojnë gjykata kushtetuese. Që do pleqërojnë në qeparo me kryeministrin. Kështu e kanë tonë, kam bërë kjo lufta politike ka qenë të merr. Në 8 gazeta 7 më shanin mua. Sepse po të dështonte ministri i Financës, zgjatej kriza dhe po të zgjatej kriza, intereson disa të tjerë. Do psoj majoranca, forcoj opozita. Kam vetëm një pyetje. Po, okay. Pyetja ime, profesor, është me këtë retorikën e duam na ktheni parat tona. Bare 97-a, ere 98-a, ere 99-a, 2000, 2001, 2005-a u ndryshu qeveria. Po. A pyeti njëri se ku vajten paret e shqiptarëve, apo ishte thjesht ekstaze kohës, emocioni kohës? Jo, kërkesa ishte sakt. Ne me Bankën Botërore FMN kërkuam që periudha e shpërbërjes së piramidat bëhej nga një kompani konsultence ndërkombëtare, Deloitte & Touche, ku paguan $6 milion. Dhe unë duke qenë se isha ministër financë dhe kisha një eksperiencë, e kushtozova që dhe kjo periudhë duhet të auditohet. Sepse do thonë shqiptarët që lekët i bodën këta. Lekët ishin të humbura, nuk diskutohet, nuk ishe qatë kapje me u kapën ato tek që thot PD-ja tek fondacionet, po ato i kishin parat në bankë. Po. Teksa po vija për në emision, për të qërëja zotin Berisha në këto takimet që bën me elektoratin, dhe më bëri përshtypje një deklaratë e tij kur tha sa të vim në pushtet,
do t'ja marrim lekët oligarkëve dhe këtyre që ju kanë vjetur juve dhe do t'ja sillim prap ju. Po mirë, si ta bën profesor se kur vajtëm Robin Hoodi? Kur vajtëm për të protestuar të trahu e Kuksit, eksponent shumë të lartë të Partisë Demokratike e kthyen pas protestuesit. Hajde se protestojmë nesër se ashtu është muhabete me një oligark. Tani sipas ka mundësi që do marrin lekët. Nuk qëndron dhe problemi që ju pyetët për kredibilitetin politik është sepse të njëjtat premtime bëri edhe PS-ja kur ishte në opozitë. Bile unë do të them një rast dhe ju si gazetar mund ta qartësoni. Kur ne kemi qenë në opozitë, ne na është kërkuar që të jepnim deklarat që e dorëzojmë automatikisht mandatin. Kush ka kërkuar këtë? Rama dhe partia, që rëndësi ka. Dhe ne e bëm të gjithë në unanimitet. Mund të kishte deputet thoshin jo se bëj. Dhe ne menduam se po krijonim një kulturë të re, që ta impononim edhe mazhorancën të bëhet të njëjtën gjë. Edhe puna, tani që ikën nga opozita dhe vinë në mazhorancë, ti nuk e zbaton më këtë parim etik të politikës. Mitsotakis ka hapur diskutimin në parlamentin grek, se dhe ai është i gryer nga korrupsionet. Dhe thotë nuk, zgjidhja më e mirë është tu heq imunitetin deputetëve. Dhe ata kanë dhe sekretarët e përgjithshëm, që janë deputetë dhe zëvendës ministra. Ka një skem tjetër. Dhe ky është moralin politik. Nëse ti e bën diçka për të një të mirë të vendit tënd, okej, po nëse ti e bën atë thjesht për hipokrizi, për të ardhur në pushtet, dhe pasi vin në pushtet, i vë shkelmin këtyre parimeve etike që janë të qëndësishme për politikën, atëherë sepse edhe unë jam i sinqert, prandaj jam edhe që kritik kështu. Protestat në parlament i nisi rilindja me bllokimin e bilbilat në parlament. I bëri rilindja. Bllokimin e rrugëve në sezon turistik. Rilindja, bravo. Që i kam kundërshtuar gjitha. Në rregull, dhe konceptin e mosbindjes civile e solli mjafti si koncept që opozita duhet ta përdorte. Qësisht as mosbindje civile kur e mendon? Jo, jo, nuk ishte. Mosbindje civile është ajo që bëri Gandhi. Që është model në historinë politike. Që shkëputi ndin në mënyrë paqësore. Për realitetin shqiptar, dhe që ka bërë luftë me Nerun të frikshme. Për realitetin shqiptar, lëvizja mjaft solli një lloj rrisie në sensin që një grup të rinj që u ngritën etj. Pa dashur tash. Jo, të bëj një gjë se mjafti është një pikë e zezë në politikën shqiptare. Po, është vrim e zezë është. Aty filloi rilindja, domethënë sy për sy. Jo, mjafti është embrioni i rilindjes. Ja kam thënë dhe Berishës sy në një darkë ku na kishim thënë disa miq pa ca kohësh. Nano u përball opozitës agresive të Berishës. Financimin ndërkombëtar financiar të mjaftit që humbi dhe kompjuteri. Mbështetjen me militant nga Partia Demokratike. Suporti më i madh i gjithë kësaj lufte kundër Nanos patjetër që ishte Rama, se është ai që pret karike, nuk janë ata që ndrojnë në qell. Do të thënë çfarë emri mund t'i vëmë përveç mjaftit? Jo, një minutë.